çka ndodhi me Xhenetën dhe Drilionin. Brom sun kena flajt të lotën. Sa gojle. Disa ditë që nuk ndodh asgjë në Alën. Mandej kemi disa ditë që gjithë për një herë në atë ditë qonë dhe bojnë skandale. Na bojnë lumtur. Në fakt, mirë, para se me kalu tek tema e Xhenetës dhe Drilionit, po shoh një videot bashk edhe komentoj. Hajde Orza. Vete kom dasht. Sot natën ajo. Jo, kur gjë. Okej, ku të shkruaj sot natën. Hajde del, edhe folëm kërkut shpejt, okej? U bo mos tani, veç kallëzëm kur djesh, këna im Prishtinë. Okej. Hej, me ka një? Vetë që po im kërë. Hej, Xhenet. Ha, Ku je? banes. Qa po bojmë? Qysh qa po bojmë? Apo më kallëzën gjithë? Qa po bojmë? Qa po bojmë? Interesant është që këto video edhe nëse i kishim lanë në fillim në gjysmë nuk kalon kush pa i po. E vërtet. Xheneta ka zgjedh vetëm i publiku këto biseda me Drilionin duke ditë që Driloni në shtëpi sa kanë qenë e ka kundërshtuar aq shumë, nuk i ka pëlqyer si vajzë. Ndoshta edhe ka ofendu edhe aq që ka po mundi, po Xheneta e ka mujt në far forme. Po kjo që e ka bëu Xheneta është që i ka publikuar gjitha telefonatat që i ka pas me Drilionin. Çika që keni po edhe bravo. Mu më ka pëlqyer kjo shumë. Mu jo, s'm ka pëlqyer. Pse s'ka pëlqyer ty? Po. Tash në let flet Argnesa atë pjesën që e pat me fol ose na sa kemi. Kohën e kemi. Çka s'm ka pëlqyer është se nuk u bonomi që të ka thirrë me dal. Kur gjohet është që e ka thirrë me dal, mbash se ne që me ja publiku bisedën. Edhe shumë pa lidhje me publiku bisedën që të ka thirrë dikush me dal. Po të vjen dita çato që na ke thonë gjithë, debato. Gomir. Jemi kundër. Gomir ti vleu. Për drisa Drilone i ka thonë ton kus Xhenetën që ti si vajzë e klubeve, e ka ul ton kohën, ti nuk je vajzë ndashme, me ty kur nuk kisha dal, më ka ra raste me ty veç në Big Brother se ty as live s'kisha dash me të pas një herë. Është shumë mirë që Xheneta i ka publiku këto video edhe e ka injëzu Drilonin sepse veç për këtë arsye ka injëzu Drilonin. Unë e besoj që dikur me ja përdor këto gjëra sepse me tregu që ai person nuk është ai që ju ka tregu juve, sepse ne e pamë dhe Driloni që e mendojshëm si djalë shumë të edukum, me disa fjalë shumë banale, të cilat në Big Brother thëke që unë kur nuk përdori kësi fjalë, nuk përdori banalitet, e tjere, e që i pam shumë mirë në atë video. Ka dashur veç me a dëshmu njerëzit që Driloni nuk ka qenë i vërtet, fare ka qenë thjesht një aktor në Big Brother. Po, do më thonë, është vërtet që ka qenë aktor në Big Brother, si që kanë qenë të gjithë të tjeret aty brenda aktor në Big Brother, sepse në Big Brother nuk është që pavarësisht që është reality show, nuk është që shfaqin vetën në gjitha ngjyrat ose që janë edhe në shpe ose diçka e ngjashme. Ditën e parë, dytë mënësh, po prap ki më kthyn vetës. Themi prap. Po e ndjekim edhe videon e Drilonit, pastaj kthehemi prap e diskutojmë këtu. Për krejt ata që i kam pas storin edhe shikues të mi. Që keni po vetë, ka do një video, po ata që i din që jam, ju du të me di që nuk është ashtu. Une jam kam një djallë që i njeja shumë mirë, edhe që është publik, i njeja edhe ju. U ka direkt mas bigit që ova e por, edhe nuk i di që shumë erë, po ja kum nis pak me lujt edhe me nguc, hala jam konë big diqysh me kry, edhe kom dosht me vazhdu me lujt. Edhe ka dit bilet që jam që lujt, se vetë në ka tha, mos pëdon me dojt e rruga beje, ti me mojt fjallin që a ke thonë big a nej knej, më ka orë që ashtu, me lujt me ta, me nguc me adjallin, edhe po, ata e thanë janë ka veç fjall. Sigurisht që edhe replikën e Drilonit e keni dëgju, po çka është interesant që sigurisht që kërkush nuk e pranon edhe nuk ka qef me i dal kjo bisedë që ka bë dhe që ja ka bë si kërkesë Xhenetës. Normal po. Tash me të kallzu drejt më nuk më duket kur gjë që e ka thirrë me pikofe. Bash sens më duket. Ka me fillu prap, ka me vazhdu kjo, nuk është që ka me la me çaj drejt Xheneta, ka premtuar që ka ende video. Tjetra, tash nuk e di çka mundet me pas kësaj se çka kanë fol pas kësaj, po me çikash më nuk më duket bashkë gjëjit që kanë fol. Nuk ka kur gjë nëse të ofendon një mashkull edhe të kërkon pastaj me dal me pi një kafe blon?
Kjo nuk është që s'është në këtë aspekt. Po nuk një aspekt ka qenë kjo, fakti që e ka aspekt. thirr edhe që e ka thirr me pikë nuk është Jo, kujtë. Bleona. Mu me ty më rrihet zamram. Miku nuk ta po kështu me ty më rrihet zamram. Po, biseda nuk publikohen. Nga Drilone. Nga më falë Gjeneta, nuk i kam pasur në plan të merrem me këto biseda, mirë po kërcënime të vazhdueshme. Mos me pasur në plan, tash po para se po të lëmë e lexoj pasi që të përfundoj këtë. Nuk është se ka pasur në plan, por në qoftë se s'ka pasur në plan nuk e kish xhiruar hiç. Okej. Mirë po, kërcënime të vazhdueshme të Drilonit, edhe menaxherit të tij nuk më lanë rrugë tjetër. Ju lus të mbaroj me kaq dhe të mos mirën në emrin tim. Sa i përket asaj video, le të shkojnë tek femnat ku janë mësuar jo me mua. Do me thonë kjo ka pas kërcënime të vazhdueshme nga menaxheri edhe Driloni, edhe për atë i ka vendosur edhe videot. Po, pse nuk i ka publikuar kërcënimet, po i ka publikuar bisedat që e ka thirr dikush me pikë. Bleona, e shohim që tendenca e Drilon nuk ka qenë vetëm me pikë. Ai po thotë kanë kërcënu. Gjeneta po thot pas kërcënimeve të menaxherit edhe Drilonit. Po, i kanë vendos videot. Ja ka vendos videot. Sa i vendosni videot që të ka thonë dikush, hajde pina një kafe, publikoja kërcënimin. Pse më ja publiku kërcënimin? Se kërcënimi është më e rëndësishme. Jo, ma shumë njerëzve intereson një herë çush e ka thirr ky me dalë me pikë pastaj kërcënimet. Mos harro, Gjeneta ka pas probleme me Drilonin, jo me menaxherin e Drilonit, Bleona. Aja ka pas krejt që me tregu një farformë në fytyrën Drilonit që në një farformë ka ofenduar në Big. Sa ka qenë dhe kur ka dalë mos harrojmë që këta meshkuj zakonisht kur ofendojnë dihet që më shumë kanë tendenca me fillu një flirt me ty sesa me thirrje në një kafe për çejf simik. Edhe dim krejt që tendenca e Drilon nuk ka qenë me pikë kafe. Edhe në orën 1 natës se 12 natës nuk thirr kërkush me pikë kafe. Ky ka thirr poshtë banesës. Nuk kemi vetëm ne reagime këtu në studio. Mirë, e shohim reagimin e Nikos me vullnetin, kam pas një diskutim të shkurt nëse zgaboj, e shohim fotografinë shpejt? Po. Në rrjetin social X kanë replikuar shtu pak komente Niko Komani bashkë me Vullnet Krasniqin. Në fakt Niko ka qenë mik i Sarës, njërës nga banorët në Big Brother VIP Kosova, se dhe Vullneti njëri nga banorët e Big Brother VIP Kosova. Të paktën s'ka kaluar dorë pas dore. Okej, ka shkruar anglisht, më anglisht nuk qëndraj mirë. Gay third wheel. Okej, tushit moral sikur me kom plak i odave. Dhe i shumtuar edhe gay si puna jote është çështje e djegur kot. Mirë, ka rrjedh kjo bisedë kështu arza, mund e me ditë ka ndonjë pas videove. Okej. Po. Besoj tjetë shumë gjë shëmtume. Ja dhe në spol nuk po më pëlqen. Nuk është vetëm nga Vullneti ose nga Niko, po prej asnjërës. Prej Vullnetit okej, është sa mirë dhe megjithatë duke e ditë që Niko po. Duke ditë që edhe Niko ka kësaj mendime, nuk mundesh për të më çuditë që mundet edhe me thonë. Jo, ti dush më çudit prej Niko sepse Niko është kështu dal në rrjetet sociale sikur unë jam shumë e kam një mentalitet kogja kështu kur vjen puna Agnes këtu gjithmonë kanë qenë se më duk pak ma apo kupton, po për çata është çudi pak prej Nikos. Apo kupton, sa më shumë prej Drilonit prasë me shkruaj si statusa. Për shembull, ka kalu dorë për dorë sepse Driloni interesoj statusi bazë kush e ka nis. Sepse këtu më duket që janë replika, e sheni? Po, Niko ka kaluar dorë pas dore. Okej, e kuptova. Edhe kemi një reagim tjetër, nuk e di a kemi në dalë apo e ke arza atje. Është i Edit nëse zgaboj njëri nga banorët? Po. Ose Miki Drilonit ka qenë, ka filluar me një video kështu edhe pak sisun për Drilonin kështu ka qenë. Mirë, megjithatë mos harrojmë që edhe banorët tjerë edhe fytyra publike kanë filluar me ai follow Drilonit. Pak interesant kjo. Edi po mendoj që e ka shfrytzuar pak kohën me marr pak fat. Mirë dhe Bleona, fillime mundet me qenë. Pas një kohë. Po Edi nuk ka qenë hiç i përfshirë në këtë pjesë. S'ka pas nevojë sa më reagoj Edi. As shumica prej këtyre që fillojnë me ai follow Drilon nuk janë të përfshirë. Jo, mirë, ka një farinati që e din shusit pak a shumë në shtëpi dhe e shohin që ka një fans i Gjenetës në një farforme. Mirë. Dhe kemi njerëz pandalshëm. Replikat nuk i ndalin, por nuk i ndalin vetëm Unikatiljen. A i shohim replikën e re të Edi Ramës edhe Lulzim Bashës. Unë ju kisha propozuar dhe kam tjera të Unikatilit nëse nuk i dini. U qova pivore njona është, që kjo më kujtohet. Ato e di përmensh. Mirë, a i shohim
Perëndesh, gos nga peja. Po ju senin, e keni ju senin, teksti rëndës, po ka i pasazh të bukur, një gjoj që. Si nati, o i sen, dy lidhe me i pak si ki. Ta ndërpreva se i bide pastaj me një ju gjona tronda që nuk të takojnë ty vlla, nuk janë për ne edo. Si i bje kësaj pune, o ti e më buf se bufit, vjedhin shokët më pas pine, ose ti e nana kësaj pune, je kreu bandës, a? Ej po, akoma së bë bajat kjo gjua e bufit më vlla, vjedhje, droga, banda, po ndroje plagën e gramofonit o artist, ndroje. Mirë, për pas kongve, Lulzim po mundohet me mimika me mujtë Edi Ramën. Po për ndryshe kjo është video e sotit që ka qenë. Po kështu. Kështu çka ka. Kështu që qa po të thama, po den. Dëgjoj mirë, po. Mirë, E kemi edhe një video tjetër në sepse kjo është video e sotshme që ka vendosur Tash Edi pak Rama. para se me u fut në emision ishte kjo video. Kështu që mbrome ka pas edhe një video kështu që ka shku tepër viral, ka qenë shumë epike. Mirë, dakord. Kërkova këtë unik katilin që ke qefti i shi qa mdoli, një gjoj qik. Ajde provoj edhe se po kupton që ti s'mund mu shkri me mu. Ti ndash moj edhe se ti propus do hek. O, e një gjove ti? E një gjove një katilin ajo? Qa thot a i mërla? Pse nuk po kupton që ti s'mund mu shty me mu, ti ndash më hoje dost, sa her ki provu, gjdo her ki dështu. Ku i ke shokët Rame? I madhje, ku i kam shokët unë, por e ta thash mos ma qallë mallin mu, pësëja është oqean, një bie mira ngrijen, s'është kënet, si ajo ku ishe ti kur të përzun, po ndert, bon, po... Mirë, interesant. Nuk kemi ndonjë reagim nga unikatili. Këto reagimet të disa që i ka kthy Edi Rama ndaj Lulzim Bashës më pëmdoken ma kreative se sa të Lulzim Bashës. Po normal, se kjo thashë ka po montazhe e tjera. Po, Lulzim Basha e ka nis. Po, Lulzimi e ka nis. Kreativiteti mbetet Lulzimet. Po më pëlqej kjo fjalia që e tha Edi Rama, hyna me kërku unikatilin këtë që po të pëlqej, apo t'ja i keni edhe do kohë këtjera të unikatilit, a veç ata që po të përshtohet e ty. Para se me shku tek telefonatat, e përmenda pak a shumë herët që Komuna e Prishtinës ka filluar largimin e qenvendat sak. Edhe po, ka filluar qysh në zonën e parë dhe kanë larguar 27 deri tash. Po i tregoj pak a shumë vendet. Në njoftim të bërë Komuna thot se ata janë transportuar në strehimore në kryeqytetit për trajtim dhe strehim. Domethënë nuk janë keq pagojle. Kapja e qenve ndatsak në zonën 1, statistikat kryesore, numri total i qenve të kapur 27, ndarja sipas zonave, parku i qytetit 1, xhamia e Llapit 4, Msher 4, Ulpiana 3, zona afër sheshit 4, sheshi 1, katedralja 1, biblioteka 1, qysh bëti biblioteka 1? Veç një e kanë gjetë. Veç një, lagja spitalit, shkolla atje me lexu libra, aty biblioteka këta. Shkolla fillore e Mirakovica 6. Sigurisht, vazhdon përkushtimi për një shtet më të sigurt dhe një menaxhem të përgjithshëm të qenve ndatsak. Ky ka qenë statusi pak a shumë në faqen e Prishtinës, Kryeqyteti i Prishtinës pak. Edhe po, kanë filluar të largohen qenet. Po, e kanë heqë edhe ata me kokë mo. Mirë, e shohim që një serial vendor gjithmonë bën edhe hajgare me gjana që po na rrethojnë këto në shoqërinë tonë, sigurisht edhe në vendin tonë. Mirë, ishte kjo e gjitha, pak a shumë sa i përket qenve ndatsak. Mos harroni edhe tek Çukukoja nëse shkoni është plot. Aty nuk është një